أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأذريمة إتاكم الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشير الله عز وجل شوبته familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave të syfyrit. Konkretisht jemi në meditimin e surës El Mursalat. Jemi në ligjëratën e radhës të kësaj sure dhe në këtë ligjërat do të lexojmë ajetet në gjuhën arabe ashtu siç kanë zbritur. Dhe përkthejmë në gjuhën shqipe dhe tek këtu ndonjë mësim e pastaj për të kaluar në meditimin e gjithësishëm të surës El Mursalat. Çështja e parë që duhet me e potencu është se Abdullah ibn Mas'udi tregon se pejgamberi alayhis salam ka qenë me ta në një shpellë në Mina dhe aty u shpall, do thotë surja El Mursalat. Dhe thotë pejgamberi alayhis salam e lexonte ndërsa unë e mësoja nga goja e tij. Goja e tij thot ishte e njohur, e lagur vazhdimisht nga leximi. Ndërkohë, duke lexuar këtë sure, kaloi një gjarpër dhe dëshiroi të thot u hall rreth neve. Atëherë tha pejgamberi mbyteni, tha na ngritëm dhe gjarpëni iku. Atëherë tha pejgamberi u ruajt nga keqja që mund ta gjente për juve, do thot ashtu siç u mbrojtët edhe nga keqja e këtij gjarpëni. Pastaj qëndron se Umul Fadl e kishte dëgju, do thot, duke lexu surën El Mursalat ibn Abbasin, edhe i tha, o bir, me leximin e kësaj sure, më kujtova se kjo ka qenë surja e fundit që kam dëgju nga pejgamberi sa në namazin e akşamit. Thot pejgamberi e ka veçuar dhe ka lexuar surën, do thot, El Mursalat në namazin e akşamit. Allah azza wa jall tham që betohet në krijesat e tij dhe Allahu të takon me u betu ashtu siç do thotë don ai xhelle wala. Tha Zoti xhelle wala wal mursalati urfa fal asifati asfa. Tha pasha erra që fryn një pas një pa ndërprer. Dhe sa kemi thënë që një mendim tjetër është për qëllim ka thonë el mursalat janë melekët e Allahut azza wa jall. Pastaj fal asifati asfa, që janë shumë të stuhishme dhe shkaktojnë fortunë. Do thotë është për qëllim për ret. Pastaj nashirati nashra, pasha engjëjt që u është besuar, do thot shpërndarja e erëve dhe engjëjt i shpërndajnë erët në fjalë. Pastaj tha fal mulqiyati fal fariqati farqa, dhe që ndajnë qartë të vërtetën nga e pavërteta, do thot Allahu azza wa jall, dhe që ndajnë, do thot të vërtetën nga e pavërteta. Dhikran udhran au nudhra. Falmulqiyat dhikra udhran au nudhra. Pra dhe që ndajnë, do thot të vërtetën nga pavërteta dhe që sjellin shpallje libra, do thot të Allahut azza wa jall tek pejgamberët e Zotit xhelle wala, do thot si vërejtja apo arsyetim, do thot janë melekët e Allahut azza wa jall. Normalisht ajo që do thot shihet qartë që janë për qëllim, do thot melekët e Allahut azza wa jall, nga se ato kanë sjell Allahut subhanahu inma tu'aduna lawaqi. S'ka dyshim që ajo që premtohet ka për të ndodhur, do thot patjetër. Do thot të gjitha këto çështje që u betu Allahu azza wa jall, po ato që u betu Allahu se kanë më ndodh, siç është do thot fryra në sur. Pastaj ndodhia e kiametit, ringjallja e trupave, tubimi i krijesave në një vend dhe shpërblimi i çdo, do thot njeri dhe gjini që ka punu, qoftë mirë apo edhe keq. Pastaj Allahu azza wa jall fa idhan nujumu tumisat. Do thot kur yjet të shuhen, do thot na i shohim që yjet i ka krijuar Zoti për zbukurim. Dhe normalisht ato bojnë edhe dritë, po ka marrë koha dhe momente që këto yje kanë moshuajt me lenin Allahu azza wa jall, ashtu siç ka në një ajet tjetër, o edhe në gjumën këdërat dhe kur yjet të kenë rënë, apo edhe lë kawakibun të thërat dhe kur të shkapërderën yjet, dhe thot o fjala
Kur vjen dita e gjykimit, çdo gjë e humb, thot atë që e ka pas më herët. Pastaj tha edhe sama u furijet, dhe kur qielli të hapet, do të çohet, do thot qielli, dhe ky qiell gjigant që na e kemi, thot mbini, edhe që e shohim si krimtari gjigante Allahu Azza wa Jall, ka më bërë thot grimca. U idhal jibalu nusifat, edhe kur kodrat të coptohen, thot kodrat që shohim na kanë më coptu, kanë më bërë si lesh i shprishur dhe nuk ka më ekzistuar asnjë kodër, asnjë element i kodrave. A ka cek Allahu kësi gjëra apo në këtë formë, thot edhe sura tjera po. Wa yasaluna ka al-jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa. Të pyesin për kodrat, thuaj Allahu mund të bëjë ato thërmir të shpërndara. Ose ka thonë wa yawma yusalu al-jibalu wa tala al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Rekujtoi ditën kur na i shkulim kodrat, dhe tokën e shet të shesh të zbuluar, dhe ne i të bojmë ata e nuk mbetet asnjë, do thot për tyre pa ato bu. U idha rusulu uqitat, dhe kur të dërguarve është saktu, do thot koha, do thot e tyre, do thot për të dëshmuar. Normalisht kanë më utubu edhe pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, dhe kanë më utubu, do të gjithë kanë utubu Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu tha Allahu li ayyi yawmin ujjilat li yawm al-fasl wa ma adraka ma yawm al-fasl wa yawma idhil lil mukaththibin. E për të cilën ditë atyre është caktuar koha për ditën e gjykimit, ku drejtësia e Allahut e ndon mirën nga keqja. E ku e di se çka është dita e gjykimit? A ditë është shkatrim për ata që kanë përgjështruar argumentet e Allahut Azza wa Jall. Do të ka dashur të tregoj që nuk është ditë e lehtë, ditë e vështirë, dhe të gjithë që kanë bërë të thotë zullum dhe padrejti kanë më dalë për Allahut Azza wa Jall. Në këtë kontekst edhe janë fjalët e Allahut Azza wa Jall, ku thot Zoti xhelalu ala në surën Ibrahim ayat 4:48, "Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulahu, inna Allaha azizun dhu intiqam, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar." Kurse si mos mendon se Allahu është kel dhe thën premtimin e vet që u dha të dërguar, Allahu është triumfues dhe merr masa ndëshkuese. Ditën kur toka ndryshohet me një tokë tjetër, edhe qejt, do thot ata njerëz të cilët do thot të dalin shesazi para Allahut Azza wa Jalla, si një dhëmbi zotrues subhanahu wa ta'ala, li yawm al-fasl, për ditën e gjykimit, ku do të ndahen, do thot gjërat. Pastaj Allahu Azza wa Jalla tha wa ma adraka ma yawm al-fasl wa ilu yawma idhil lil mukaththibin. E ku di se çka është dita e gjykimit? Ajo është ditë shkatrimi për ata që kanë përgjithësuar, do thot mirë për ata që kanë përgjithësuar argumentet e Allahut Azza wa Jalla nga dënimi i Zotit xhelalu ala, atë ditë të frikshme. Pastaj Allahu Azza wa Jalla tha elam nuhlik al-awwalin. A nuk u merr në mësim, as i kena shkatruar atë para, të thotë zullumçar, ktheni kokën dhe apo lexoni dhe shikoni për ta, do të se të gjithë i kemi shkatruar që i kanë ata të cilët i kanë kundërshtuar, do thotë pejgamberët e Allahut Azza wa Jalla. Thumma nutbi'uhum al-akhirin. E pastaj pas tyre u shoqëruam të tjerë të mëvonshëm, do thotë ata që kanë qenë mëvonshëm, ngjashëm me ata të parë në veprat e tyre, edhe ata do thotë i kemi shkatruar Allahu Azza wa Jalla, nga sa është ligji i Zotit, do thotë kështu me vepru. Për atë arsye Allahu tha kedhalika naf'alu bil mujrimin wa ilu yawma idhil mukaththibin. Ne ashtu bëjmë me zullumçarët, i dënojmë, atë ditë është mjerim i madh për ata që kanë përgjithësuar argumentet e Allahut Azza wa Jall. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. A nuk i kemi krijuar ju nga një lëng i dobët, do thotë Allahu Azza wa Jall e krahason krijimin e njeriu që është i dobët, dhe normalisht është karshi Allahut Azza wa Jall, do thotë me mos minjos, dhe normalisht dobësia e tij aludon që ai vend se me qenë minjos, do thotë maksimalisht ai e bën të kundërt. Faj'alnahu fi qararin makin, dhe atë vendosëm në një vend të sigurt. Do thotë e kemi krijuar njeriu, e kemi bërë nga një, do thotë e kemi krijuar nga një lëng, pastaj e kemi vendosur atë lëng në një mit, do të një vend të sigurt, është fjala, do thotë mitra, ku është vençërimi normalisht i mashkullit dhe i femrës, dhe nga këtu do thotë fillon të formohet fëmia, dhe normalisht Allahu Azza wa Jalla ka destinuar në atë formë mitrën që ta ruaj lëngun që ka arritur në të. Ila qadri ma'lum, për një kohë të caktuar, do thotë në një periudhë të caktuar, do thotë qofsh mujoja apo nën mujore. Dhe Allahu tha këtë kontekst fa qadarna fa ni'mal qadirun wa ilu yawma idhil mukaththibin. Dhe ne për caktimin e krijimit, do thotë e bëm ne. Sa për caktues të mirë jemi ne, a ditë është katrim për ata që nuk e njohun fuqinë e Allahut Azza wa Jall. Alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amata. A nuk e bën tokën që gjirën e vet ta mban, të gjallë dhe të vdekur. Do thotë e ka bën tokën mbulesë, e mbulon të vdekurin, dhe normalisht asgjë për ati nuk duket, për shkak se të vdekurit normalisht ishtim dhe ashtu si ne ka mësuar Allahu Azza wa Jall. Apo ka thënë ulemoja,
Allah ka bërë për qëllim dhe ka pas për qëllim që tokën të jashtme e saj e kemi bërë gjallërim për ata do thotë që jetojnë frymojnë të, ndërsa të vdekurit i kemi bërë që ata të jenë do thotë nër tokë. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Dhe ju dham, do thotë ju dhe kemi vënë kodra të forta, do thotë ka forcu Zoti do thotë tokën që ka vendosur kodrat që të mos lohatet dhe të llovitet, e pastaj tha dhe ju dham ujë, do thotë të pini që ta shuani etjen, do thotë uji i cili është i këndshëm, qoftë nëse bie do thotë kjo ujë nga ret apo nëse boron nga toka me urdhën e Allahut azza xal, wa yulu yawma idhil mukadhibin. E gjithë këto argumente Allahu thotë që i cekëm, prap ka njerëz që mohojnë, atëra mirë për ata që kanë kundërshtuar dhe për shkak kundërshtimit të tyre kanë me marrë dënime nga Allahu azza wa xal. Pastaj Allahu azza wa xal fillon me tregu do thotë se si i hedh kriminal në xhehenem, se si i dënon të gjithë ata që kanë përgjigjur ngjalljen dhe si dënon me xhehenem. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. U thuhet shkoni tek xhehenemi që e keni konsideruar se nuk ekziston, diçka gënjeshtër, realisht ajo ekziston. Shkoni tek ai hyje mjegull që ka 3 degëzime, që nuk bën as hije as nuk bën prej flakës. Thot kur të ngrihet flaka gjigante e xhehenemit, bashkë me të do të ngrihet edhe tym. Do thot nga fuqia që ka tymin e fjalës dhe flaka do të dalë në 3 degëzime. Do thot çfarë shumë krijon errësirë timi me flakën, që do thot realisht nuk është hije, nga se nuk është as që të bën hije, as nuk është që të mbron nga zjarri me xhehenemit, por vetëm të krijon rrëmuj edhe të shtim. Inna tarmi bi shay'in kal qasr. Atar xhehenemi me urdhën e Allahut azza wajal hedh gaca të mëdha si ndonjë kështjell, do thot do të dalin nga xhehenemi dhe nga flakrimi i tij gjigant, do thot shkëndija të mëdha si pallata apo si rrënjët e drunjeve të mëdhej. Kennehu jimalatun sufr, e që janë si të ishin deve të verdha, do thot shumë të shpejta. Pastaj e tha innaha tarmi bi sharrin kal qasr kennehu jimalatun sufr. Ka thonë në moja xhehenemi do thot ka me hedh gaca të mëdha si me qenë kështjell, do thot e që janë si devet do thot e verdha apo ato deve të cilat janë do thot të shpeshta. Wailu yawma idhil lil mukaththibin. Mirë për mohuesit ditën e gjykimit. Dhe Allahu këtë ka përsëri shpeshherë në këtë sure pasi ka rëndit një varg argumentesh, do thot për të besuar se ai është një i pashosh, është krijues suprem xhelalu ala, vetëm ai duhet të adhurohet. E në fund pas do rrëfimi, pas do këshille, pas do tërheqje vëmendjes, Allah thot mirë për ata që i përgjigjeshën Allah, do thot argumentet Allahut që do thot edhe tash nuk e kinë ndërmend me besu. Pastaj Allahu vazhdon dhe tregon se e kanë të pamundur kriminalët, zullumçarët, ata që kanë anash obligimit të Allahut, e kanë pamundur të arsjetohen për këto gjëra. Hadha yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fa'tadrun. Kjo është një ditë që ata nuk flasin, atyre as nuk lejohet që të arsjetohen. Do thot nuk mund të flasin dhe nuk mund të arsjetohen, nga se çush ka thënë Allahu në surën Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Do thot sot kena më mbyll gojen. Edhe kanë me fol durt edhe këmbët se ku kanë shkelur, ose kanë me fol edhe vetë lëkura. O qalu lijludhim lima shaytum alina. Njëri e pyet lëkurën, pse po fol? Pse argumentoni kundër neve? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Tha Allahu azza jall është ai i cili ka krijuar çdo gjë dhe ai na ka mësuar neve me fol, do thot me tregu se çfarë keni vepruar. Dhe pas do argumente Allahu thot pastaj wailu yawma idhil mukadhibin, mirë dhe shkatrimi i madh për ata mohuesit ditën e gjykimit. Hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun. O ju njerëz, kjo është dita e gjykimit, ju kemi tubuar juve dhe ata që kanë qenë para juve. Edhe nëse keni ndonjë dredhi, atëherë do thot bëjeni dredhi, hajde, do thot ku keni ato dredhi tuaja, kurthet e juaja, veproni ato kurthe. Andaj Allahu tregon që është i plotësueshëm dhe i të bën krijesat e tij subhanahu wa taala. Fa in kana lakum kaydun fakidun. Dhe nëse keni ndonjë dredhi, atëherë bëjeni atë, do thot se ndonjë keni bëu dredhira, mi po tash nuk ka vende dredhia. Pastaj ja ma'ashal al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. O ju grupi njerëzve dhe gjinëve, nëse keni mundësi të dilni prej të kufive të qejve të tokës, deportoni atëherë, do thotë provoni, por nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë, por ju nuk e keni atë fuqi.
Dhe normalisht ka ardhur, do thotë në hadith kursi në këtë kontekst Allahu ka thonë, o robët e mi, ju nuk mund të ndihmoni mua dhe as nuk mund të dëmtoni asgjë Allahun azza wa jall. Nga se Allahu është i pasur, i vetë mjaftueshëm, nuk ka nevojë për krijesat e tij subhanahu wa taala. Pastaj Allahu kalon tek shtresa pozitive e njerëzve që janë të devotshëm që do të strehojnë në xhenetin e tij xhella wala për ti josh ata edhe më shumë që të bëjnë punë të mira. Wa fawakiha mimma innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Me vërtet njerëzit e devotshëm do të jenë, do thotë, në hija dhe në burime ku rrjedhin lumejt. Do thonë kundërtën që jo besimtarët do të ketë zjarr gjigant tym i frikshëm shumë rrallë, besimtarët do të kenë hije dhe normal do të jenë në lumej. O fawakiha mimma yashtahun dhe kanë penë, do thotë çfarë të dëshirojnë. Çfarë ti bjen mend, do të mohor aty ju servohet atyre. Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Do thotë hani edhe shijone, do thotë ushqimin nga se do thotë keni punu për këtë ditë. Inna kadhalika nazil muhsinin, kështu ish problem mirëbërësit Allahu. Pra tregon që el jaza'u min jinsil amal. Vepra shpërblen sipas të mirës dhe Allahu azza xal është ai i cili shpërblen me vepra të mëdha, me shpërblime të mëdha atave për mirë. Wailu yawma idhil mukedhibin, mira ditë për ata që përgënjeshtojnë. Pastaj Allahu prap i kthehet mohuesve, kulu atamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ju besimtarë në dunjë hani e kënaquni për pak kohë, sepse vërtet ju jeni rebel dhe të thotë kryeneç. Do thotë e keni afatën e saktuar, do thotë dhe normalisht ka marrë të gjykimit dhe Allahu azza xal do thotë ju kursionon juve para se marr ajo ditë. Andaj kulu atamatta'u, do thotë hani edhe pini në një periudhë të caktuar, do thotë nga se do të hidheni në zjarr të xhehenemit, Allahu na ruaj. Wailu yawma idhil lil mukedhibin. Do thotë mirë për ata që përgjithësojnë. Ka ardhur në këtë kontekst edhe fjala e Zotit, numati'uhum qalilan thumma nadharuhum ila adhabil ghalidh. Ne u japim aty të jetojnë, do thotë pak në këtë botë e pastaj i shtrëngojmë ata me një ndim të dëmshëm. Gjithashtu Allahu tha qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fi ad-dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adhaba shadidan bima kanu yakfurun. Thuaj ata që shpifën për Allahun azza xal gërnjeshtra, nuk kanë për të shpërnduar asnjëherë. Ata kanë një përnjetim në dunjë, pastaj kthimi i vërtetë është Allahu azza xal. E ne do të bëjmë që ata ta shijojnë dënimin e dëmshëm për shkak se nuk kanë besuar. Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un, dhe kur atyre u thuaj faluni me ata që falen, do thotë ata nuk faleshin dhe nuk përkuleshin, do thotë nuk janë falë me besimtarë dhe kanë refuzuar për shkak me një mallësisë. Allahu na ruaj. Wailu yawma idhil lil mukedhibin, mirë për ata që përgjithësojnë argumentet e Allahut, thobi hadithin ba'da yu'minun, do thotë pra cilës fjalë nga ky libër madhështor do thotë ju nuk i besoni, do thotë ata nuk keni duke besuar Kur'anin, do thotë e çka keni ndërmend pastaj me besu. Ose shkar këtë kontekst edhe fjala e Allahut azza wa jalla në surën Jatha ayati 6, ve hadithin ba'd Allah wa ayati yu'minun. Cilës fjalë pas fjalës së Allahut dhe pejgamberit, ata do thotë e kanë ndërmend me i besu. Do thotë kjo ishte leximi i drejtë i surës, përkthimi bukfal e disa sekuenca, ndërsa për mësimet më të rëndësishme inshallah vazhdojmë në gjërat e ardhshme. Zotit e mëshmirë, alhamdulillah rabbil alamin.